Vale, sa e komplikon kjo ndeshjen e klimit për të siguruar kualifikimin? Sigurisht që e vështirëson, sepse duke u nis nga fakti që ato janë periudhë gare dhe kanë ritmin e dur dhe neve jemi në ndeshjen e parë të sezonit zyrtare, do ishte më mirë të ishte ndoshta një rezultat barazim dhe do thoya që e meritonim atë rezultat duke parë një pjesë të parë të shumë të mirë me disa raste që nëse do kishim shënuar mundet që pastaj ta merrnim me drejtimin e lojës ta merrnim ne, sepse dihet që do vinte një moment që do binim fizikisht, sepse disa lojtarë janë bashkuar me ekipin vetëm javën e fundit dhe po ta shikonit gjendja jonë fizike në raport me kundërshtarin nuk ishte më e mira e mundshme. I vështirëson gjërat, por që në futboll gjithmonë ka shpresë dhe neve do shkojmë për të luajtur gjithçka për gjithçka, sepse në fund fare nuk kemi çfarë humbim. Çfarë do të bëjnë ndryshe Dinamo ndeshjen? Atëherë do të analizojmë ndeshjen e parë, megjithëse kundërshtari luajti ashtu siç neve e kishim parë, me të njëjtin formacion, me të njëjtin manovër, por që do të shikojmë që në raport me çka kemi bërë neve gjërat mira t'i shtojmë në kuptimin e automatizimit të këtyre veprimeve pozitive, sepse dihet tash që është ndeshja jonë e parë, dhe të minimizojmë ato gabime që u shfaqën në ndeshjen direkte në turin e parë.